Rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë pjesë të dytë në Top Fare, fillim jave, fillim muaj i fundit i vitit. Juli e bëm sefte, më mirë se kaq nuk mund ta kishim hap muajin edhe vitin. Vetëm gjeli na mungon dhe jemi në rregull. Se i kemi të gjithë. Ai vini ja. Kemi Julin, kemi Angelon, kush është kjo tjetra ore që na eklipsoi. Unë do të hap një sfidë direkt. Më gjej një person në Shqipëri që kur flet ajo nuk e di kush është. Ku dëgjon si? Domethënë kur flet Ja, ajo. si vetëm kur që nga qeshur. Nga qeshur dalë për leçë e softë. Çelo për paskena. Poshtër që je o zot. Më duket se më ka marr këtu të më diskriminoj fare sot. DJ Vini? Nuk prisi u manipuloni juve se një muaj keni këtu pa. Një muaj gjysmë na i gjysmë muaj se na ikën rroga në fund. Paloma, mirëmbrëma. Puna komplimente për emisionin, po ju dëgjoj në radio, keni një, nuk e di, unë nuk para komplimentoj, po atëherë kur e them me gjithë zemër, sepse jam natyrë që i them gjërat ashtu siç i ndjej. Kështu që komplimenta dhe urime, jeni një dyshe fantastike. Si mos marrësh. I morëm lekë Jeni një qetje në Top Albania, sinqerisht. Ti rrofsh me motra, rrofsh. Fjala jote më vesh aty që e dëgjon. E meritoni, e merituar plotësisht. Shumë faleminderit. Po palema si ishte dita jote? Tap topi apo top fare? Sot. Sot ishte tap topi. Tap topi, Tap topi. Që kur u nisi që kështu si çuditshëm sot, edhe vazhdoi e tillë, do na bëhet ndarke Top Fare. Okej, bukur. Falema, ke ndonjë pyetje që nuk do të ta bëjmë sot? Kjo është pyetje sa për me dal borxhi, për shembull, çuna mos më pyesni për me ato pyetjet e Skënderbeut që i ka qef DJ Vini. Vini, pyetjes Allah Skënderbeu nuk dua. Juli, je offside. Jam offside. Po, s'ka që mirë, vazhdo varin të shohim një herë. Ka shumë qef të më bëj këto quizet Vini mua, edhe se e përfshim këtu në emision, Vini dhe këto pyetje mos mi bëni çfarë të doni tjetër. Ti nuk do pyetje që si thua historie, letërsie, gjuhë, duhet sigur do Po jo, çfarë pse çaj emisioni. Do kaloj klasën. Po jo. E di ç'bëri? Nuk i eci, po po të kërkosh ta pit, po më thoshe mua. Po të kërkosh pitbullin. Pse ma prish më burse i marrun lekët për të pyetur. Po jo, ti lekët i merr jam të don kreditë. Po të kërkosh ta pitbullin në Google, të del ta këngëtari përpara qenit. Po. Edhe thash të kërkojmë Palomën, se mos del ti para telenovelës na doli pije. Na doli koktejl. Po, është e vërtet. Tani po jo, ju duhet të shkruani Paloma Top Channel. Okej, po mirë, ashtu është one of one. Se na erdhi Irin Qirako me qenin andaj. Okej, po ti e ke rithën ose e ke thënë me miliona herë. Po ne duam ta dëgjojmë. Pse vajte pikërisht te Paloma? Pra si erdhi kjo nofka jote e Palomës? Atëherë nuk ka e Palomës, se erdhi shumë çuditshëm dhe shumë natyrshëm. Megjithatë, në periudhën kur isha në shkëlqimin tim, po, shkëlqimin e shokut Zylo, shqiptarët kishin pak alternativa për të ndjekur. Top Channel atëherë nisi transmetimet e veta pafund, ndërto ishte edhe telenovela Paloma. Njerëzit më shikonin mua në mëngjes dhe Palomën në darkë. Dhe nisnin dhe hapnin syt me rudinën e mëngjesit, njëre kisha shipe, nuk e di sa emra dhe epitete, dhe u bëm shumë të dashur të dyja personazhet njëkohësisht. Pra, dhe kështu, moderatori i mëngjesit, ku prezantonin bashkë, vendosi që të më quante Paloma, meqense Palomën në darkë nuk ja ndryshojmë dot emrin, po të ndryshojmë ty dhe po bëjmë Paloma mjesit me Palomën e darkës. Kështu janë të ngop shqiptarët. Okej, domethënë ti je Paloma. Dhe i më ngeli Paloma. Dy trafe të bëjnë dy Paloma. Truri tani se u bëra 25 vjet me këtë emër. Po tani kur thon Rudina, domethënë me cilën e kthen kokën më parë, me Paloma apo me Rudina? Mua nuk më thrasin as Paloma, këto shoqënia ime. Lome. Po Tironse fare. Lome dhe Çarlomje. Kështu që Dina ti pse më le? Ngeli. Si ka emrin ky? Andi Shkoza me gjithë lapsin se Rudina iku. Ka atë tjetër ai. Jo nuk jetoj unë pa ty. Po prap Rudinën e kam në sy. O Rudina, cila është ajo pyetje që s'ta ka bërë njëri i gjithë këto vitet e ti mezi pret që të ta bëjnë. Na thuaj se ta bëjmë ne tani. Të hapte ndonjëherë në një temë që s'e ka hap, nuk e di, nuk i ka shkuar në njeriu në një moderatori ta bëj këtë pyetjen. Me thënë drejtën, mom, kanë shkuar, më kanë thënë, gjithë pyetjet më kanë bërë dhe nuk më i mben me thënë drejtën të më kanë bërë ose më kanë ngel fiksim në një pyetje që s'ma kanë bërë. Se gjitha, juve keni ne gjë kështu që ka mbetur me. I kemi përfund në pyetjet për ty.
janë të fundit fare pyetjet që do të bëjmë ne, që besoj se ti ka bërë njëri. Se është taktik shumë e poshtër kjo që ne bëjmë si të mirë në fund fap. Opa! Po tash pritje mos e prishni se top fare është top fare nga fillimi deri në fund është. Bëjmë shaka. Nëse nuk trombe. Megjithatë, me thënë të drejtën nuk më mbahet mend fare. Çam kanë lënë pa pyet. Nëse ka ai shoku jon atje kanë atje të xhamit. Allah Skënderbeu. Sa ta mendoj, ai vini ja. Nëse s'ka çfarë thon tani se edhe Skënderbeu është bërë me AI, kështu që i përgjigjet vetë pyetjeve. Paloma, dëgjon radio në përditshmërinë tënde? Kur jam në makinë, kryesisht dëgjoj, më pëlqen dhe tani këtë programin tuaj nuk do ta ndaj asnjëherë më. Domethënë do kem parasysh ja betohem. Po vini ruaje këtë se na duhet. Dhe po mund të më merrni edhe në telefon ditën e nesër dhe do të pyesni çfarë u tha në program dhe do t'ju ja them. Kështu që është më mirë të vërtetuarit kjo, një mënyrë të vërtetuarit që. Okej, se do ndalemi pak te radio, po tani kemi publicitet. Do shkëputim. I diti këto. Sa fillojmë ngarkohemi kështu tash që nxehemi pak. Vini publicitet, ja, vini. Ikim dhe rikthehemi sërish vetëm pas pak, vazhdoni të qëndroni këtu me ne Top Fare. Top Fare. Rikthyer. Asa bukur mi Paloma. Everybody needs somebody. Bukur shumë. Ja ritmi. Ju, mi, edhe Paloma. Edhe Paloma ishim duke folur te radio para se të shkëputesh, që më dëgjon vetëm kur je në makinë. E dëgjoj vetëm kur jam në makinë, kam një nostalgji, më ka marrë shumë malli dhe po mendoj diçka interesante në një projekt që ta sjell në radio. Po, mu deshën të bëja pak pushim pas 23 vitesh, sepse kam 2 vite që jam shkëputur, po kam dëshirë të mendoj diçka të bukur për të rikthyer në radio, për të ardhur tek ato gjërat e mia speciale brenda natyrës time. Gjithmonë më pëlqen shumë domethënë natyra e këtyre programeve që kanë brenda vetvetes harmoni, gaz, sepse është e çuditshme që sapo hapim çdo lloj media, si edhe ato sociale, kemi frikë t'i hapim sepse vrasje, krime, problematika politika e të tjera me radhë, gjë që e bëj dhe në jetën e përditshme në pjesën e investigimit. Dhe ma ulin pak atë vibe-in edhe energjinë, domethënë, sa më shumë gjëra pozitive si këto që transmeton ju duhet të ketë, mendoj shumë media sot. Do vish të bashkohesh edhe ti këtu. Patjetër, po ma bë propozimin. Bukur Top Fare treshe. Vini ta marrë. Treshe, se ku me dhe Pitbullin në It Takes 3 to Tango. Po ideja është, e ke vënë re ndryshimin që mund të ketë ndodhur me radio në Shqipëri. Pra, a keni qenë më mirë ju, a është duke u bërë më mirë tani? Si e sheh këto 25 vite që ti ke qenë aktive duke bërë radio? Tani e do sinqerisht. Unë sinqerisht dua se dua që të bjeri këmbana e alarmit. Shika, un kam një nostalgji edhe për pjesën e një stafit vogël që ne kemi qenë dikur në radio, sepse kemi qenë kaq united, lidhur me njëri tjetrin, saqë transmetonim shumë pozitivitet tek njëri tjetri, gjë që na e bënte edhe punën akoma më të lehtë, sepse kur je një familje brenda një tavoline, brenda një tryeze, e marr në kuptimin figurativ, të shijon më shumë tryeza. Është e vërtetë që vini të bërtiste? Është e vërtetë. Radio gjithmonë ka qenë kritikues, edhe në ditët e sotme jam e sigurt sepse kam ikur, patjetër që këtu ka gjithmonë rregull që vazhdon dhe trashëgohet tashmë nga njerëzit që unë e kam pasur koleg dikur dhe jemi rritur me të njëjtin frym kërkese që është Ledioni, pa diskutim. Kështu që kur kam ardhur, kur Ledioni filloi të drejtonte radion, pra u rikthye, thoshte më po mirë mi goc. Po merr mi laps i letër, shkruaj ato gjëra. Edhe se si do të thotë kështu, se nga që gjithmonë në atë shpërthimin spontan timin, më dukej e habitshme që kjo e ti? Po unë jam ajo në shpërthimet e mia. Çfarë ke qenë duke bërë këtu ta di? Me siguri më ka dalë insekt para, se jam shumë fobike nga insektet, edhe shqyqyr që s'ju a thash më përpara se po kishte dalë një gjë këtu do kisha vdekur, domethënë, dhe do bëja më keq se aq. Dhe po ju thoja që në atë periudhë kemi qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin, kemi pasur pra këtë frymën tonë të bashkëpunimit. Dhe kërkesa ka qenë gjithmonë shumë e lartë. I bie që ti tani po na thua që ne jemi të zgjidhur. Jo. Po flas në periudhën kur kam qenë në radio. Kur filloi pastaj të shtohej pak stafi
qafti kështu sikur u bën ca si shumë fillon më morën mend mua dhe i ka. Ai ke fare. Çu kokolipse këtu na i mendja fare. Na i mendja fare, hyrë dilin kështu, domethënë fillova të për radion, por flas në televizion gjithmonë ka pas staf shumë të madh dhe nga që jam dhe binjakët është shenjë shumë e çuditshme, sa e hapur është edhe sa territoriale, gjithashtu hem kështu e hem ashtu ka two faces. Edhe kjo është diferenca, domethënë megjithatë po mendoj që se tani ka marrë për shkak dhe i shoh njerëz që nuk njoh asnjëri më un, përveç DJ Vini, Tuizit. Edhe DJ Xixelli. Po na pe në rrugë Palomon, do na njohësh, pra do na flasësh. Patjetër. Çuna është shumë kënaqësi që ju kam njohur sot. Jeni super energji, është. Domethënë kur ta vini hajde te ky program, se është një yll, është shumë i mirë, janë çunat fantastik, realisht nuk ka gabuar. Ai çuna tjetër. Jo, nuk e kishte thënë jo, zoti ma çfarë. Jo, po e dëgjoja dhe realisht do bëhem fansja juaj tani. Edhe ne jemi fansat e tu. Faleminderit. Duhet ngacmoj pak, me që the mund të rikthehesh në Top Albania Radio, po në Big Brother mund të rikthehesh? Po, do të kthem. Do të kthem nëse më bëjnë ftesën tek All Stars. Aty do të jap atë maksimumin tim të Palomës që jam, sepse nuk më kanë njohur. Me vërtet? Nuk më kanë njohur njerëzit atë natyrën time prej asaj që realisht jam, prej energjisë që kam, prej pozitivitetit që kam, sepse në Bigun e parë ishte big eksperimental, pa diskutim, duhet krijoheshin pak situata të cilat fillonin dhe t'intregonin njerëzit, hapej loja, hapeshin kartat. Dhe u bëra një lëmsh aty që çfarë do lloj gjëje të bësh ti prapë se ja kalon dot Sabiani. Sabiani është gjithmonë një para. Traftare. Asnjëri s'do ja kaloj. Megjithatë nuk do doja të futesh akurr ashtu, nëse do të bëhet një All Stars, po patjetër. Patjetër aty do t'rregoj atë gocën që kanë treguar për vite e vite. Nuk dua ta ndryshoj. Atë gocën spontane dhe energjike dhe çuditbërse. Okej. Se asun vet nuk e njoh veten time, po të më thoni përshkruaje veten tënde, unë nuk di ta përshkruaj veten time. E kishe të vështirë ta shkruaj atë historinë e jetës taj, ke parasysh aty te xhami? Sa ajo më duket sigurisht pjesa më e No, fatmirësisht nuk e kam arritur, se po ta kisha arritur se një muaj ndenja doli më vonë kjo. Okej. Ky varianti edhe nuk pata mundësi se do bëhesha një lëmsh, domethënë që as vet nuk do ta kuptoja nga do ta nisja e si do ta bitisja. Pra ku bëhem romantike, ku bëhem e të çmendur, ku bëhem serioze, pra ka ditë që jam shumë serioze dhe vendos të jem shumë serioze. Po. Ka ditë? Po, as vet se kuptoj. Paloma, një moment i karrierës tënde ku e nise për mirë, po të doli për keq. Ja kjo, e Big Brotherit. Kjo ishte sepse ndjeja që në fillim që diçka nuk do shkonte. Po t'isha futur te i dyti, i treti, do ishte diçka më ndryshe dhe do po nga që ishte dhe hera e parë isha shkëputur dhe shumë nga televizioni përveç fiksit, domethënë nuk është se kisha raport tjetër me ekranin, edhe kisha këto emocione, të kurrjet, këto më dukte ndonjëherë vetja sikur bëhesha dhe pjesë si Zare, se po edhe nuk doja absolutisht. Do më pëlqente më shumë që t'jem ajo që unë dua t'jem. Të krijoja situatat e mia dhe jo për hir të lojës. Kur të futesh te All Stars thuaj, ne duam të hami thuaj, të pimi thuaj. Apo nuk e di. Të hame, të pim. Po, dhe të ëndrë që nuk dim. Pse s'bëj një lojë kështu neve? Do ti me rima, me bejte. Me rima, apo kemi në fund edhe këtë. Mos kimera kanë gjitha për fundit. Po, kur mbaroj ora. Mos kimera kemi edhe gjysor. O Julo, ja dy bërxolla, mos kimera. Jemi shëngrënse? E ha mishin? Jo. Nëse un jam zero pozitiv, duhet jem shëngrënse, e ha me zor vetëm byftekun. Fileton e polës dhe byftekun. Të mishin e gjellë nuk e dua fare. Paloma, qingjat e këto jo. Jo. Viç vetëm e çipul. Okej, shumë mirë. U hap ne. Vino. Ja dy paketa, ja dy bërxolla. Paloma. Se jemi dhe me hongër ju këtu? Pse se diti? Sa ka ndryshuar këto 2 vite që ke ikë ti, mi go. Kemi emision gatimi pjesë e dytë. Paloma, në këto vite që ke qenë si gazetare investigative në Fix Fare, ka ardhur ndonjëri kështu nga mbrapa të kërcënoj apo ke pas ndonjë episod kështu që Patjetër që po. E merr shumë personale me gazetaren? Unë përfshihem shumë te temat. Tani bëj temat kryesore. Jam gjithmonë pjesën e dytë të Fixit, pra nga kjo karizmatikja e kjo humoristja e nuk e di se ç'a jam unë. E përfshihem shumë brenda tem dhe
gazetari zakonisht duhet jetë neutral në punën që bën vetë për ta nxjerrë lajmin dhe për ta gjykuar pjesa tjetër që është publiku. Por në këtë rast unë nuk jam, domethënë, e përfshirë me palën që ka problemin dhe i turrem institucionet. Pastaj ka ardhur një moment që e kuptoj që pse duhet i turrem, pse s'bën një bashkëpunim institucional, se sa më shumë ti turrem, aq më keq, sepse gjithmonë grushtat dhe shilmat i haj gjithmonë nga bodyguardët. Ose nga rojet, keni kaluar deri në fizike. Kemi kaluar pafund në fizike, patjetër. Jemi kërcënuar edhe nga pala tjetër, për shembull kur personi që vjen dhe ankohet bën denoncimin, kemi pasur probleme me palën tjetër që është denoncuar, gjë që mundohemi të kemi edhe një raport normal se në kohrat që jetojmë tani, edhe një herë vini atë? Vini edhe një herë se e mbush shejtani. Ashtu dhe. Kështu që jemi pak të kujdesshëm sepse ka soje sorollopesh që skuptojnë dhe s'hajnë pyk. Ne folëm me autorët e programit Fix Fare, edhe na thanë, na lajmëruan lajmi fundit që ti mban leje, pra ke nxjerr leje për armë. Me armë pa leje. Në një pozicion të prirur. Kemi asnjëri, ne jemi, shikoj, gazetarët, se po kalojmë pak tani se po bëhem serioze, gazetarët janë personat më të pambrojtur që mund të ekzistojnë. Pra jemi njerëz që na rujt Zoti kur jemi në rrugë, po kur punojmë nuk kemi fare as edhe një lloj dhe ligji për këtë, thjesht është një ligj dhe nuk është se e drejta e gazetarit Vinja. Po kështu futboll, shef? Jo. Nuk shef futboll. Vetëm Shqipërinë. Vetëm Shqipërinë, na falni, po jam fare. Edhe ato them, ku është portajon këtu kur ndrohet. Po patjetër, është momenti e kupton veti. Erdhi. Shqyqy që i kemi, po. Patjetër, shqyqy që i kemi na çlirojnë. Se kanë të gjithë kanë reklama, por reklama si puna jon, s'ka njëri apo. Jo, ne kemi fantastike. I përshëndesim sponsorat juaj, shtoft Zoti inshallah. Me fjalë e rëtë mbesh sponsorave. Shtoni. Ha mucho pi mucho, top fare, vazhdoni të qëndroni këtu me ne. Hajde byfteke.